filmim tregon kraterin e hapur në fshatin Tarnava Kolonia në lindje të Polonisë pas rënies së një rakete ruse. Raketa ra në një tokë bujqësore gati 100 kilometra larg vijës kufitare me Ukrainën, prej nga dyshohet se ka ardhur. Kryeministri Donald Tusk, që shkoi në vendin e ngjarjes, konfirmoi se raketa ishte ruse, megjithse shënjestra e saj nuk besohet të ketë qenë Polonia. Nuk ka arsye të besohet se Polonia ishte shënjestra, por 2 nga këto objekte shkelën hapësirën ajrore polake, njëri padyshim që e bëri, sepse kemi prova për këtë këtu. Gjasat janë që raketa të ketë devijuar drejtim nga goditja e sistemit kundër ajror Ukrainas, pasi rusët kryen orët e fundit sulme me raketa në gjithë Ukrainën, ku vran 14 persona e plagosën 10 të tjerë. Në shënjestër veç Kievit e qytetet të tjera ishte edhe Lvivi i afërt me kufirin polak. NATO tha se do të marrë të gjitha masat nevojshme për të mbrojtur hapësirën e aleancës, teksa kjo nuk është hera e parë që preket territori polak. Vetëm gjatë këtij muaji edhe Rumania ngriti avionët dhe rrëzoi 3 dronë rus që shkelën hapësirën e saj ajrore. Besohet se rastet kanë qenë incidente të izoluara dhe të paqëllimshme.